Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 36 vjeçe dhe prej më shumë se një dekade mbaj shami. Shpesher kur njerëzit më shohin në rrugë, në treg apo në autobus, e ndjej vështrimin e tyre për disa sekonda më gjatë se zakonisht. Është një vështrim që përpiqet të më vendos në një kategori sikur të më lexoj jetën vetëm nga mënyra si jam veshur. Disa mendojnë se jam shumë konservatore. Të tjerë mendojnë se jeta ime duhet të jetë plot rregulla dhe kufizime. Por e vërteta është shumë ndryshe nga ajo që ata imagjinojnë. Unë quhem Edlira, jetoj në Tiranë me bashkëshortin tim. Jeta ime është shumë e zakonshme. Zgjohem herët, kujdesem për shtëpinë, punoj disa orë nga shtëpia dhe mundohem të gjej gjithmonë pak kohë për veten. Dita ime fillon gjithmonë para se qyteti të zgjohet plotësisht. Në ato minutat para të mëngjesit ka një qetësi të veçantë. Ajri është i freskët dhe drita hyn ngadalë nga dritarja. Është momenti kur unë e bëj atë për herë të parë gjatë ditës. Po, e dëgjuat mirë. Unë e bëj 3 herë në ditë. Çdo herë është një moment që e pres me kënaqësi. Lutja për mua nuk është vetëm një detyrim fetar. Është një pauzë në mes të jetës së përditshme. Një moment ku ndalem dhe rikthehem tek vetja ime. Pas lutjes së mëngjesit, zakonisht përgatis kafen. Aroma e kafes mbush kuzhinën dhe pak nga pak shtëpia fillon të marrë jetë. Buri im zgjohet më vonë dhe shpesh më gjej në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin. Ai gjithmonë më thotë të njëjtën gjë duke buzëqeshur. Sa zgjohesh ti, zgjohet edhe dielli. Marrëdhënia jonë është e qetë, por e mbushur me shumë dashuri. Nuk jemi nga ata çiftet që bëjnë shumë dram apo zhurmë, por kemi një afërsi të fortë që është ndërtuar me vite. Kur u martuam, shumë njerëz mendonin se unë do të bëhesha shumë e rezervuar, sikur jeta ime do të ishte vetëm rregulla dhe kufi. Por në fakt, ndodhe kundërta. Besimi më ka bërë të jem më e qetë me veten. Më ka bërë të kuptoj që një grua mund të jetë besimtare dhe në të njëjtën kohë plot jetë, plot ndjenja, plot dëshira për të shijuar momentet e përditshmërisë. Lutjen e dytë e bëj në mes të ditës. Ndonjëherë jam duke pastruar shtëpinë, ndonjëherë duke punuar në kompjuter, ndonjëherë duke gatuar. Kur vjen momenti ndalem për pak minuta. Duket si diçka e vogël, por ato minuta më ndryshojnë gjithë ritmin e ditës. Është si të shtypësh butonin pauzë në një film. Ndonjëherë pas lutjes ulem pranë dritares me një filxhan çaji. Shikoj njerëzit që kalojnë në rrugë dhe mendoj sa histori të ndryshme jetojnë secili prej tyre. Më pëlqen të vërej gjërat e vogla. Një çift që ecën dorë për dore, një fëmijë që qesh me zë të lartë, një grua që nxiton për në punë. Jeta është plot momente të vogla kënaqësie nëse ti di t'i vësh re. Shpesh njerëzit mendojnë se një grua me shami duhet të jetë serioze, e përmbajtur sikur nuk duhet të shijoj jetën. Por unë qesh shumë, bëj shaka me burrin tim, nganjëherë edhe grindemi për gjëra të vogla dhe më pas pajtohemi duke qeshur. Mbrëmja është koha kur shtëpia bëhet më e ngrohtë. Unë gatuaj ndërsa ai më tregon për ditën e tij. Ndonjëherë muzika luan lehtë në sfond dhe kuzhina mbetet me aromën e ushqimit. Janë momente të thjeshta, por janë pikërisht ato që e bëjnë jetën të bukur. Lutjen e tretë e bëj zakonisht kur dita mbaron. Është momenti kur reflektoj për gjithçka që ka ndodhur gjatë ditës. Çfarë kam bërë, ku mund të jem përmirësuar, për çfarë duhet të jem mirënjohëse, dhe zakonisht lista është më gjatë nga sa unë mendoja. Jam mirënjohëse për shtëpinë time,
për burrin tim, për qetësinë që kam gjetur në jetën time. Njerëzit mund të shohin vetëm shamin time dhe të mendojnë se më njohin. Mund të krijojnë histori në mendjen e tyre për mënyrën si unë jetoj. Por e vërteta është shumë më e thjeshtë. Jam një grua 36 vjeçare që përpiqet të jetoj mirë, të doj dhe të jetë e lumtur. Dhe po, jam e mbuluar. E bëj 3 herë në ditë, jo sepse duhet, por sepse më bën të ndihem mirë.